hotelin Cecil, uji nga rubinetet fillon që të dalë i errët, me një presion shumë të ulët dhe mbi të gjitha ka një shije shumë të çuditshme. Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Për gjithë ju që s'më njihni, unë jam Lori dhe si gjithmonë do të jem këtu me ju për t'ju treguar një histori të vërtet krimi. Nëse jeni të apasionuar pas historive true crime ose misterioze si puna ime, atëherë ju rekomandoj që të bëni një subscribe për të qenë gjithmonë të azhurnuar mbi videot e reja. Kështu që pa humbur kohë, le të fillojmë me videon e sotme. Elisa Lam është një studente 21 vjeçare nga Kolumbia Britanike në Kanada. Në fillim të vitit 2013, ajo vendosi që të bëjë një pushim nga studimet për të udhëtuar vetëm përgjatë pregut të Kalifornias, një aventurë që e ndan online në blogun e saj. Pasi ndalet në San Diego dhe viziton kopshin zoologjik lokal, Elisa mbërrin në Los Angeles në 26 janar të vitit 2013. 2 ditë më vonë regjistrohet në Cecil Hotel, i emëruar atëherë Stay on Main, akomodim ekonomik në zemër të një zone problematike të qendrës, pak bloqe larg Skid Row. Kohë më përpara, asaj ishte diagnostikuar çrregullimi bipolar. Çrregullim bipolar i shoqëruar me episode depresive dhe për këtë gjë merrte medikamente për stabilizimin e humorit. Por në periudhën e saj të mëparshme, ajo kishte ndaluar këto medikamente dhe për këtë arsye kishte filluar që të kishte halucinacione, kriza emocioni, aq të mëdha sa që ishte detyruar që familjarët e saj ta shtronin atë në spital. Dhe pikërisht në blogun e saj ajo flet për këto sfida, duke alternuar atë me postime energjike kundrejt atyre që ishin postime që kishte frikë, pasiguri se po shpërdoronte komplet jetën e saj. Udhëtimi i saj i vetëm në Kalifornia ishte një lloj udhëtimi që i provonte vetes së saj se mund të gjente përsëri atë besimin, atë ekuilibrin në jetën e saj pavarësisht sëmundjes. Pikërisht, Eliza u akomodua në një hotel me 5 vajza të tjera. Por shumë shpejt, vajzat që ndodheshin në dhomë filluan që të ankoheshin për Elizën, sepse po shfaqte disa sjellje të çuditshme, linte shënime të tipit largohuni, ktheuni në shtëpi, disa herë e mbyllte derën dhe me çelës dhe nuk e hapte derisa vajzat të thonin një lloj fjalkalimi. Dhe në këtë pikë, vajzat e dhomës ankohen tek stafi i hotelit dhe stafi i hotelit vendos që ta transferojë Elizën një dhomë teke dhe pikërisht vetëm pas 2 ditësh pasi kishte arritur në hotel. Në ditët në vijim, Eliza vazhdon që të eksplorojë qytetin. Ajo shkon edhe në studio televizive të Burbank për të marrë pjesë si publik në regjistrimin e një talk show të Conan O'Brien. Por rojet e sigurisë detyrohen ta largojnë sepse duket e shqetësuar dhe ndërhyn shpesh në shfaqje. Pavarësisht disa episodeve të çuditshme, asgjë nuk paralajmëron atë tragjedinë e madhe që po afron. Eliza vazhdon udhëtimin e saj, poston në blog her pas here, komunikon me familjen e saj në Kanada, por pikërisht në ditët e fundit të janarit, ai komunikim i përditshëm që kishte me familjen ndërpritet në mënyrë të pashpjegueshme. Më 31 janar të vitit 2013, Eliza duhet të linte LA për të drejtuar në veri në Santa Cruz për të vazhduar pikërisht udhëtimin e saj. Atë mëngjes, ajo del nga hoteli e vetme dhe drejtohet për të marrë autobusin ose trenin për të mbërritur në destinacionin e saj. Atë mëngjes, një shitse e cila quheshte Katie Orfon tregon që kishte folur pikërisht atë mëngjes me Elizën. Dhe Eliza ishte dukur një vajzë e gëzueshme, një vajzë pozitive, një vajzë miqësore, një vajzë e gjallë dhe mbi gjitha kishte marrë disa libra dhe disa diçje për t'u bërë dhurata familjarëve të saj. Por askush nuk e dinte që ajo ditë dhe ai moment dhe ai mëngjes do t'ishte momenti i fundit ku Eliza do ishte parë gjallë. Mbrëmjen e 31 janarit, ajo telefonat e zakonshme me familjen e saj nuk ndodh asnjëherë. Prindërit e Elizës ishin jashtëzakonisht shumë të shqetësuar sepse kjo gjë ishte e pamundur, sepse Eliza i merrte çdo mbrëmje të mundshme dhe kontaktojnë menjëherë policinë. Njoftimi zyrtar raporton një person të zhdukur. Prindërit e Elizës fluturojnë drejt Kalifornias për të ndihmuar në kërkimet dhe hetimi fillon menjëherë.
Policia shkon menjëherë në Hotel Cecil për të folur me stafin e hotelit për të kuptuar se çfarë ka ndodhur. Dhe stafi i hotelit i thotë që po e ka parë Elizën gjallë mbrëmjen e datës 31, por ajo ishte vetëm. Në këtë pikë kontrollohet Hoteli Cecil nga fillimi deri në fund në çdo centimetër të mundshëm. Kontrollohet dhoma e Elizës, kontrollohet dhoma e shoqeve të saj, mbi gjitha përdoren edhe qenë gjurmues, kontrollohet sipër në çati, por asnjë shenjë nga Eliza Lam. Ditët kalojnë, por për Elizën nuk ka asnjë lajm. Më gjatë shkurt, një javë pas zhdukjes, hetuesit vendosin që të përfshihin publikun. Ato shpërndajnë fletpalose me foton e buzëqeshur të Elizës në rrugët e lagjes dhe në media, duke shpresuar që dikush do të jepte informacione të dobishme. Rasti fillon që të qarkullojë kudo, në mediat lokale, online, por pa asnjë zhvillim të dobishëm. Duket sikur vajza është zhdukur komplet në ajër. Dhe fiks pas një jave, policia merr një vendim drastik që do të ndryshonte komplet rrjedhën e ngjarjeve. Në mëngjesin e 13 shkurtit, 2 javë pas zhdukjes së Elizës, me sa duket nuk ka asnjë gjurmë të studentes kanadeze. Opinioni publik fillon që të mendojë më të keqen e mundshme. Por në një lëvizje të paprecedent, mund të themi, nga policia, kjo e fundit vendos që të publikojë pamjet e kamerave të sigurisë të një prej ashensorëve të Hotel Cecil. Dhe në këto pamjet e kamerave të sigurisë shihet pikërisht Eliza Lame gjallë. Videoja rreth 2 minuta e gjysmë tregon vajzën e veshur me një bluzë të kuqe dhe pantallona të shkurtra të errta, duke hyrë në ashensor nga një kat i hotelit. Ajo shtyp me shpejtësi të gjithë butonat në panel, pastaj fshihet në një cep duke hedhur disa herë syt në korridor sikur dikush po e ndiqte. Dyert e ashensorit mbeten të hapura në mënyrë të pashpjegueshme. Eliza del, hyn përsëri, lëviz duart në ajër në mënyrë të çuditshme, sikur po prek ose po largon diçka të padukshme përpara saj. Në fund largohet në korridor duke dalë nga pamja dhe vetëm atëherë me një vonesë shqetësuese dyert mbyllen dhe ashensori rifillon të funksionojë sërish. Duhet thënë që kjo video shqetësuese ka një efekt të fortë në opinionin publik dhe kjo video në fakt ngarkohet nga mediat online dhe bëhet jashtëzakonisht shumë virale. Imagjinoni që miliona njerëz shohin një grua të re e cila bën disa sjellje të çuditshme, disa lëvizje të çuditshme në një ashensor që nuk funksionon dhe mbi gjitha në ashensorin e një hoteli që ka një reputacion shumë të errët. Dhe mund të them që historia e Elizës bëhet një çështje publike globale. Në vorbullën e këtyre diskutimeve online mund të them që lindin teori të ndryshme. Disa persona thonë që ndoshta Eliza po ja mbath nga dikush sepse mënyra që i shtyp gjitha butonat e panelit menjëherë shpreson që në këtë mënyrë mund të vërë në lëvizje sa më shpejt ashensorin. Disa persona të tjerë thonë që ajo është në efektin e substancave narkotike. Ndërsa kur del në pa që Eliza vua nga çrregullim me bipolariteti, menjëherë përhapet ideja se videoja tregon një episod psikotik, një moment delirumi i shkaktuar nga ndërprerja e medikamenteve. Disa vëzhgues gjen diçka të dyshimt në video. Ato vënë re që kronometri është tjerësuar, pra nuk kuptohet që ka pasur një prerje në video. Dhe mendohet që vetë policia e ka bërë këtë prerje për të mbuluar të dyshuarin kryesor. Por në lidhje me këtë histori ka pasur spekulime nga më të ndryshmet ku përfshinin fenomene paranormale, ku përfshinin mallkime. Por në gjithë të klimë të tensionuar një pyetje përhapet kudo. Çfarë i ndodhi Elizës? Ndërsa video ashensorit po bëhet publike nëpër botë, pikërisht në Hotelin Cecil klientët vënë re diçka anormale. Në përdhomat e tyre të gjumit, uji i robinetit fillon që të dalë me një presion shumë të ulët. Është ngjyrë e errët dhe mbi gjitha ka një shije shumë të çuditshme. Drejtoria e hotelit dërgon një teknik mirëmbajtje Santiago Lopez për të kontrolluar instalimet në çati. Dhe në mëngjesin e 19 shkurtit, Lopez ngjitet në katin e fundit dhe çaktivizon alarmin që mbron hyrje në çati. Më pas ngjitet me një shkallë shërbimi deri në platformën e ngritur ku ndodhen 4 depozita të mëdha ujë. Ai vënë re që kapaku njëri për këtyre rezervuarve është gjysmë i hapur. Ndriçon brenda me elektrik dore, përkulet përpara dhe pikërisht vënë re që në atë rezervuar ujë të errët
po notonte trupi i pajet i një gruaje i kthyer me fytyrë nga qielli. Trupi i Elizës është i zhveshur dhe në gjendje të avancuar dekompozimi. Lëkura e saj është në ngjyrë jeshile dhe e fryrë e gjitha nga uji. Ju deshëm vetëm pak minuta Lopezit për të kuptuar se për çfarë bëhet fjalë. Dhe në fund të rezervuarit ishin pikërisht rrobat e Elizës, ato rroba që ishte parë në videon e ashensorit. Në këtë pikë Lopez kontakton menjëherë recepcionistin dhe brenda pak minutash në çati mbërrin policia dhe zjarfiksit. Por është e nevojshme të zbrazet dhe të pritet cilindri i rënd metalik për të nxjerrë trupin, pasi hapja e rezervuarit është shumë e ngushtë për ta nxjerrë atë jashtë. Gati 3 javë pas vdekjes, fati tragjik i Eliza Lame më në fund del në dritë. Lajmi për gjetjen e saj përhapet kudo, nëpër mediat lokale, online në të gjithë botën. Misteri i Eliza Lame më në fund u zbulua, por u zbulua në mënyrë tragjike. Por mbetet akoma sekret sija dhe pseja e kësaj vdekje. Por ky zbulim makabër nxjerr në pa dhe një rrethan shqetësuese. Për 3 javë me radh, të gjithë klientët e hotelit Cecil kishin ngrënë, kishin pirë, kishin gatuar, ishin larë me ujin e ndotur të trupit të Elizës pa e ditur këtë gjë. Autoritetet e qytetit urdhërojnë menjëherë të gjithë disinfektimin e ujit. I gjithë sistemi pastrohet me doza të mëdha klori, ku tubacionet zbrazen dhe shpërlahen plotësisht. Në këtë pikë, të gjithë klientët e hotelit Cecil largohen të tmerruar sepse në mendjen e tyre që gjithkohës qarkullon ideja se ato mund të kenë ngrënë, mund të kenë pirë, mund të kenë gatuar me ujin e pisët, pra me ujin që ndodheshte trupi i Elizës. Trupi i Elizës i nënshtrohet një autopsie dhe autopsia tregon që ajo me shumë gjasa mund të ketë vdekur më një shkurt të vitit 2013. Pra vetëm disa orë pas zhdukjes së saj. Dhe gjendja e trupit të saj përputhet me kohën e kaluar në ujë, sepse trupi ishte i dekompozuar, lëkura e fryrë dhe në disa zona lëkura e saj ishte e dëmtuar. Megjithatë, është e rëndësishme të tregohet se çfarë nuk u gjet në trupin e Elizës. Dhe në trupin e Elizës nuk u gjetën shenja dhune, nuk u gjetën shenja përleshje, nuk u gjetën shenja të abuzimit seksual, nuk u gjetën shenja që ajo mund të ketë bërë një vetvrasje dhe mbi gjitha ajo që u gjet në trupin e Elizës nga analizat që u bën, ju gjetën medikamente që ajo i kishte marrë në mënyrë të vullnetshme, sepse siç u thash vuante nga çrregullimet e bipolaritetit dhe medikamente të tipit brufen, takipirin. Mbi gjitha në trupin e saj nuk u gjetën sasi të mëdha alkooli, u gjet një sasi zakonisht shumë e vogël, që ishte 0.02%, pra asnjë gotë e vogël alkool. Mbi gjitha nuk u gjet helmim, nuk u gjetën substanca narkotike. Pra, një farë mënyre, Eliza as nuk ishte sulmuar, as nuk ishte helmuar. Por mbetet për të shpjeguar si dhe pse përfundoi në atë depozit uji. Hetuesit vënë re diçka të çuditshme dhe pikërisht ilaçet e çrregullimit të bipolaritetit në trupin e Elizës u gjetën shumë të ulta, krahasuar me ato që kishin ngelur në pëshishe. Pra, rezulton që Eliza kishte bërë ndërprerjen e ilaçeve, por ndërprerja e këtyre ilaçeve sillte pasoja le të themi shumë negative, siç ishte kolaps mendor, kriza psikotike dhe për këtë arsye mund të shpjegohet qartë sjelljet e çorientuara në videon e ashensorit, ashtu edhe impulsin për të kërkuar strehim në një vend të pazakontë si një depozit uji në çati. Motra e Elizës u tregon hetuesve se kohë më përpara Eliza kishte bërë një ndërprerje të ilaçeve dhe kjo gjë kishte sjellë përkeqësim të rënd mendor. Dhe në fakt, policia del në përfundimin që Eliza, pra vdekja e Elizës, ishte aksidentale për shkak të çrregullimit të saj të bipolaritetit dhe medikamentet ishin fondamentale, pra ishin kryesore sepse për shkak të këtyre medikamenteve ajo kishte bërë këtë vetvrasje aksidentale. Ato thonë që ajo në mënyrë të vullnetshme kishte shkuar sipër në çati tek rezervuaret dhe ishte mbytur atje aksidentalisht për shkak të gjendjes së saj psikologjike. Por pyetja më e rëndësishme, si përfundoi Eliza atje, si shkoi deri atje, sepse për të shkuar sipër në rezervuar duhet të ngjiteshe nga disa shkallë që duhet t'i vendosje vetë me dorë, mbi gjitha duhet të hapje dyert me çelës dhe mbi gjitha duhet të çaktivizoje alarmin. Si është e mundur që Eliza Lame përfundoi e vetme atje në rezervuar? Megjithatë, ekziston një rrugë alternative, shkallët e jashtme të emergjencës. Në fakt, qenë të policisë
humbasin gjurmën pikërisht pranë një dritarje në katin e 15 që të çonte këtë shkallë. Një tregues kjo që mund të ketë qenë rruga që Eliza ka ndjekur për të arritur në çati, duke shmangur sistemet e sigurisë. E vështirë, por jo e pamundur. Mbetet mister dhe mënyra se si Eliza hyri aty. Të katërt rezervuarët janë 2.5 metra të larg dhe të vendosur mbi bloqe betoni. Nuk ka mënyrë për të futur pa një shkallë. Kapakët metalik të inspektimit janë të rëndë dhe të vështirë për të manovruar, sidomos nga brenda. Shumë persona pyesin që nëse Eliza mund ta ketë ngritur vetë kapakun sipër dhe më pas ta ketë mbyllur atë nga brenda në vetvete. Por kjo gjë është e pamundur, sepse sipas Santiago Lopez, ai thotë që në momentin kur ngjit sipër në çati, njëri prej kapakëve të këtyre rezervuarëve ishte gjysmë i hapur. Kështu që Eliza është futur në atë pjesë të vogël që ishte e hapur, pa pasur nevojën që ta mbyllte nga brenda. Megjithatë, mbetet e vështirë të imagjinosh faktin se si është e mundur që Eliza në atë gjendje që ishte arrin që të shkoj sipër në rezervuar, megjithatë të hap kapakun, të futet brenda në atë ujë të ftohtë dhe mos të dalë më që aty. Dhe për këtë arsye në këtë pikë lindin disa teori të tjera. Shumë persona mendojnë që ndoshta ka qenë një nga punonjësit e hotelit që ka hequr qafe Elizën. Pra, mendojnë që e kanë çuar sipër në rezervuar dhe atje sipër i kanë ngritur një kurth, pra e kanë shtyr atë. Por kjo teori bie me një herë poshtë sepse në një farë mënyrë në trupin e saj nuk u gjetën shenja dhune, shenja traume. Teori tjetër që ngrihet në lidhje me këtë thuhet që ndoshta Eliza ka kryer vetvrasje. Por edhe kjo teori sipas policisë bie më një herë poshtë sepse pas vetvrasjes që supozohet që Eliza të ketë kryer, ajo nuk ishte lënë kurrë një letër lamtumire, apo mbi të gjitha edhe më përpara kur kishte ndërprer ilaçet, ajo nuk ishte kryer, le të themi, prova të këtij lloji tipi. Por një tjetër detaj i çuditshëm është fakti që pse Eliza, kur u gjet në rezervuar, u gjet e zhveshur, pa rroba, si është e mundur që ajo të ketë hequr vetë rrobat? Pra ndoshta në momentin kur është futur në rezervuar, ajo ka filluar të heqë rrobat dhe është mbytur, por është fakti që në momentin kur u bë autopsia, nuk u bë një analizë e specifikuar, pra rape kit, për të kuptuar që nëse ka pasur abuzim seksual ose ndonjë analizë në thonjtë e saj, pra nuk u bë asgjë e tillë. Prandaj, për mendimin tim them që si është e mundur që ajo u gjet pa rroba në rezervuar, pse duhet të ketë hequr rrobat, sepse uji në rezervuar ishte jashtëzakonisht shumë i ftohtë. Nuk jap dot një shpjegim kësaj gjëje. Një detaj i fundit makabër kontribuon në rritjen e dyshimeve mbi rastin. Pas zhdukjes së saj, blogu i saj vazhdon në mënyrë misterioze të përditësohet me postime të reja për një farë kohe. Ndoshta bëhet fjalë për një përmbajtje të planifikuar nga Eliza para vdekjes, të programuara për t'i publikuar automatikisht. Por gjithsesi nuk përjashtohet ideja që dikush që e njinte mirë Elizën mund ta ketë vrarë atë dhe mbi të gjitha ka vazhduar të publikojë në blogun e saj sikur ajo të ishte gjallë. Prindit e Eliza Lam, të shkatruar nga dhimbja, paraqesin në shtator të 2013-s një padi për neglizhencë kundër pronarëve të hotelit, duke argumentuar se hoteli duhet të ishte kontrolluar dhe siguruar zona potencialisht të rrezikshme si rezervuarët në çati. Drejtoria mbrohet me idenë që kjo lloj ngjarje nuk ishte as e parashikueshme dhe as e shmangshme, pra si është e mundur që një klient të arrinte që të hynte brenda në rezervuar. Por në vitin 2015, për mungesë provash, gjykata e rrezon padi dhe e liron hotelin nga çdo përgjegjësi për vdekjen e Eliza Lam. Me kalimin e kohës, historia shqetësuese e Eliza Lam nuk harrohet. Përkundrazi, frymëzon dokumentar, episode, seriale televizive, madje këngë dhe filma. Për shembull, sezoni 5 i American Horror Story merr shumë element të frymëzuar nga historia e hotelit. Më 10 shkurt 2021 në Netflix publikohet një dokumentar serial me 4 episode me titull Crime Scene: The Vanishing at the Cecil Hotel, e përqendruar pikërisht në vdekjen e Elizës. Ka shumë pyetje të destinuara që të mbesin pa përgjigje në lidhje me këtë rast, sepse në fund të fundit është një kujtim i dhimbshëm i një jete të re të ndërprerë. Po ju çfarë mendoni në lidhje me gjithë këtë histori? Ma shkruani poshtë në komente. Unë ju përshëndes dhe ne do shihemi në videon e radhës. Deri atëherë, ciao ciao.